Qumshti është pije kryesore për shumë njerëz, veçanërisht për fëmijët, dhe përdoret në forma të ndryshme. Ai është i pasur me lëndë ushqyese që ofrojnë një gamë të gjerë vitaminash dhe mineralesh thelbësore, duke bërë atë esencial për shëndetin e kockave, zhvillimin e dhëmbëve, funksionin e muskujve, rregullimin e presionit të gjakut, forcimin e imunitetit e të tjerë. Shumë studime tregojnë se përbërësit e produkteve të qumshtit mund të kenë efekte pozitive edhe në shëndetin e trurit. Lëng portokalli në vendin e pestë. Një pije klasike e mëngjesit dhe burimi pasur vitaminash, lëngu i portokallit është i preferuar në mbar botën. Ai ofron disa përfitime ushqyese duke nisur nga vitamina C, e cila është një antioksidant i fuqishëm dhe mbështet funksionin imunitar. Megjithatë, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm dhe për përmbajtjen e sheqerit në të. Ndër karakteristikat përfituese për trupin vlen të përmenden antioksidantët, fibrat, përmirësimi i imunitetit, përmirësimi i shëndetit të zemrës e të tjerë. Disa studime sugjerojnë se kjo pije mund të ndihmojë dhe në uljen e rrezikut të gurëve në veshka. Si çdo ushqim apo pije, moderimi edhe në këtë rast është çelësi.